Trafik i rënduar në rrugët e qytetit të Vlorës. Kjo shënoi kaos në trafik në thuajse të gjitha rrugët e qytetit, kryesore dhe dytësore, duke i lënë në trafik drejtuesit e mjeteve për shumë minuta. Situata ishte problematike edhe në rrugët përgjatë Bregdetit në shëndetoren Lungomare. Trafik i rënduar automjetesh edhe në zonën e Skelës, sikundur po ndiqni pamjet në ekran. Problematike është shfaqur situata edhe në rrugën transballkanike. Shkaki i trafikut është bërë edhe dita e pushimit pas pashkve, dhe kur lëvizjet me automjete në qytet kanë qenë më të larta se ditët e zakonshme, jo vetëm të qytetarëve vlonjat, por edhe të ardhurëve nga rrethet për të kaluar disa orë pushimi në qytetin bregdetar. Ndërkaq të binte në sy se policia rrugore dhe ajo bashkiake nuk ishin fare në krye të detyrës dhe asnjë prej uniformave blu nuk drejtonte trafikun, por rinin në përcepa për të vendosur gjoba dhe nuk janë marrë pikërisht me problematikën e trafikut. Trafiku ka ardhur për shkak të qarkullimit të lartë të automjeteve në rrugët e qytetit, por edhe të punimeve që aktualisht po zhvillojnë infrastrukturën rrugore.